Përshëndetje toksor, përshëndetje toksore. Ju sa më keni mbritur, edhe unë, bashkë me ju, në këtë takim, në fakt të përjafshëm, e kemi 3 herë në javë, të martë, të mërkurë dhe të premte. Sonte është e mërkurë, data është 6 maj 2026, bëtë shumë mirë që erdhë. E sigurisht, sonte jam në studio, po, ky është episodi imi, 1079, ishte apo jo Ledio, është pënjishi pjesa e parë, ja ku është. Emisioni mund të ndiqni edhe vetë kjo faqja këtu në YouTube, Zonë e Lirë Official, bëni dhe një subscribe, ndërkohë sa për pyetjet që keni për të ftuarin, mund t'i bëni te ky QR kodi që shihni në ekran, që quhet Totus. Bëni pyetjet tuaja atje dhe unë do mundohem, do përpiqem, t'ia lexoj të ftuarit. Sonte, si çdo të mërkur tashmë tradit në fakt, kemi ambasadorin Roland Bimo. Zoti Bimo, mirë mbrëma. Mirë mbrëma. Si që kishim premtuar Zoti Bimo, në fakt, jo vetëm njëri tjetrit, po edhe publikut, se kemi thënë publikisht, një ditë, një nga këto emisione do ta bënin për të folur pra për kinën. Duke qenë se ju keni filluar karrierën atje, le ta themi, karrierën tuaj diplomatike, shumë të gjatë, rreth 43 vjet karrierë, e keni filluar pikërisht në Kinë ambasador, duke shkuar fillimisht si student diku në vitet 73. Keni bërë studimet tuaja në Kinë për 4 vjetë në duket, në mos gaboj? 78-ën. Deri në 1978. 78-ën, pra 78 student në Kinë, ambasador Bimo, dhe pasaj nga 78 keni ardhur në Tiranë, keni juar 4 vjetë në mirësitë jashme, dhe në 82-shin? Jo në mirësitë jashme. Jo në mirësitë jashme. Okej, keni bërë një punë tjetër, dhe në 82-shin keni shkuar si ambasador në... Jo si ambasador. Si sekretar për shtypin. Sekretar për shtypin. Pra ambasador s'keni qenë asnjëherë në Kinë? Në Kinë, jo. Po keni qenë gjithmonë sekretar për shtypin? Sekretar për shtypin. Sekretar për shtypin atë kohë, do të thënë, sekretar mbledhje me publikun tani, apo jo? Pak a shumë, po. Kisha kontakt me organet e shtypit në Kinë dhe mundohesha që të informoja organet e shtypit në Shqipëri. Dhe duhet thënë që kinesëja juaj nuk kanë humbur, apo jo? Vazhdoni akoma ta, kur dëgjoni për shembull gjuhën kineze që flitet, e kuptoni? Po, është vështirë për të shkruar, po për të kuptuar dhe për të folur diçka më ndryshe. Është më ndryshe. Dhe si që kuptua zonja Zotrinj, ne sot i kemi bërë skip me qëllim, pra i kemi përjashtuar me qëllim aktualitetin politik ndërkombëtar, sepse, si që premtuam, do të flisni për Kinën. Prandaj dhe kam zgjedhur të titullat e poshtë, Kina për Shqipërinë, çka qënë, ç'është dhe ç'do të jetë. Sigurisht kemi marrë spunto, kemi marrë shkas, edhe nga zhvillimet më të fundit, ambasador në fakt, ku Kina po ta vëmë re në pothuajse të gjitha luftrat që ndodhin aktualisht nëpër botë, duam ne, është gjithmonë e pranishme, ka gjithmonë një arsye pse duhet të jetë Kina që ti merret mendim ose që të zgjidhë një konflikte të tjera, edhe në rastin e fundit me Iranin, siç dhe i kemi thënë bashkë në studio, Kina është gjithmonë prezente. Ndërkohë pritet pas pak ditësh, 14-15 maj, Trumpi të shkojë në të takojë Xin, presidentin e Kinës. Pra Kina është më aktualitet se kur. Ambasador, pra jo më kot, ne jemi fix pil, si thonë francezët, fix në momentin e duhur për të folur për Kinën. Dhe do doja sonte në këtë 60 minutë, ndoshta edhe pak më shumë, që ne t'ja kushtonim Kinës, duke kuptuar shkurtimisht ç'është Kina si fuqi, ç'ishte dikur, dhe pastaj me ca pyetje ambasadori që ka të bëjnë me Shqipërinë, për raporti i Shqipërisë me Kinën. Dje dhe sot, edhe sot do ishte interesante. Le të kujtojmë që vetë kryeministri i Shqipërisë zoti Rama, që ka tashmë 13 vjet në detyrë, vetëm një muaj më parë ka bërë ca deklarata që, të them drejtën, nuk është se kaluan pa u vënë edhe nga ambasada amerikane etj etj, ata nuk reaguan shumë, por nga burimet të brendshme diplomatike ata dhe u çuditën pak. Ai foli për një Kinë e cila është interesuar gjithmonë më shumë për të hyrë në Ballkan dhe në Shqipëri, pra foli me superlativa në një farë mënyrë, siç interesua dhe për Rusinë. Por të rast për Kinën, do kemi mundësi të flasim në fund, ambasador, lidhur me këtë deklaratë të Ramës, dhe pse e bën në këto kohë ai, për të bërë çfarë? E bën për të shantazhuar dikë, për të bërë presion, e bën për të arritur një qëllim të caktuar,
ndërkohë që dihen marrëdhëniet e Shqipërisë kohët e fundit dhe raportet që ai krijon, duke sikur Rama do të flasim me të gjithë. Po kjo është përsa i përket aktualitetit të nxehtë. Le të ikim shumë vite përpara, ambasador. Unë i kam përgatit pyetjet, për të thënë që jam vërtet shumë i interesuar që ne të marrim të kuptojmë sot se çfarë rreth e fabula. Ju e nisni, për shembull, kur kemi folur bashkë, ambasador, që kemi biseduar për Kinën para emisionit, ju më keni thënë që kinezët e quajnë shekulli i turpërimit. A është ky qelsi pa cilin perëndimi nuk e kupton dot fare Kinën e sotme? Po, periudha 1842 Bëhet fjalë për atë shekull. 1949 deri në krimin e Republikës Popullore të Kinës. I referohen si shekulli i turpërimit, jo vetëm kinezët, po edhe ata që kanë të bëjnë me Kinën. Pikë pari do thosha që ndjehem shumë i privilegjuar që më jepet rasti të flas shumë për Kinën dhe natyrisht në Shqipëri ka ekspert shumë herë më të mirë se sa unë që mund të flisnin për Kinën. Vërtet? Patjetër, edhe kolegët që kanë bërë shkollën me mua, po edhe gjenerate e re që kanë bërë studimet në Kinë. Po më intereson ajo kohë atëherë. Dhe jam i sigurt që kur të shikojnë, uroj dhe shpresoj që ta shikojnë emisionin, me siguri që do kenë shumë vërejtje për mënyrën si e shikojnë Kinën, po çdo njeri ka këndvështrimin e vet. Për sa i përket shekullit të turpërimit. Është një, ndoshta nuk është i gjithë spektri apo çelësi kryesor se si duhet parë Kina, po nga gjërat e veçanta që më ruajnë kujtesë nga koha kur kam qenë në Kinë, ndoshta kanë qenë edhe thashë theme, si thua, rrugësh, por ishte një ndodhi lidhur me bombën bërthamore të Kinës. Në vitet 60-64, kur kinezët intensifikuan punën e tyre për prodhimin e bombës bërthamore, kur e kuptuan që rusët, Bashkimi Sovjetik asaj kohe hoqën dorë nga ndihma, bilejtoroqën gjithë specialistët që punonin për bombën bërthamore në Kinë, koincidon me atë periudhë për shkak të politikave të gabuara, të bujqësore, apo mund të jenë arsye nga më të ndryshmet, bëhet fjalë që mund të vdekur me 10 miliona njerëz nga uria në Kinë, 20 miliona, 30 miliona, dhe thuhet, këtu është anekdota, barsaleta, apo tregimi, apo nuk e di sa të vërtet ka brenda, në mbledhjet byros politike, diskutohet që t'i heqin fondet nga kërkimet për prodhimin e bombës bërthamore, t'i çojnë për të shpëtuar njerëzit nga uria. Ky më bet në vitin? 62-63. Qartë, 1962. 1962. Ndërkohë që shekulli i turpërimit ata flisin më për shumë përpara. Shekulli i turpërimit është 59. Pse është marrë ky vendim bazuar në shekullin e turpërimit? Këtu është ideja që po mundon të shpjegoj. Po pra. Dhe ata, konkluzioni i byros politike ishte që më mirë le të vdesin me miliona sot nga uria, ne të jemi të ekspozuar nga mungesa e bombës bërthamore ndaj rrezikut që mund të pushtohemi përsëri nga fuqitë e tjera që janë tashmë fuqi bërthamore. Pra, për të fuqizuar vendin e tyre, ishin gati të sakrifikonin me 10 miliona jetë njerëzish dhe vetëm të ndiqnin fuqizimin e Kinës. Në këtë këndvështrim, shekulli i turpërimit luan një rol të jashtëzakonshëm edhe në edukimin e brezit të ri të Kinës sot. Pra, në vend që të kthej në një lloj depresioni të madh, u kthye në një fuqi të madhe apo jo? Absolutisht, një frymëzim, si të thuash, të madh. Nga viti 1800, ambasador Bimo, nga 1842 deri në vitin 1949, që i thonë paka shumë, sa i bie, në pothuajse 100 vjet. 107 vjet. 107 vjet, Kina e quan veten të poshtëruar, apo vepron Kina, ambasador, Kina e sotme, si një fuqi e re, apo si një qytetërim që kërkon të akmeret për një poshtërim historik? Nuk besoj që duhet këtë shumë doza hakmarrje, sepse më kujtohet, nuk e di, është proverb kinez, apo unë e kam lexuar për herë të parë në gjuhën kineze, thotë, kur nisesh të marrësh hak, duhet të hapësh 2 varre, një për kundërshtarin dhe një për vete. Kështu që nuk besoj se e kanë shumë hakmarrjen se sa kanë parandalimin. Edhe ideja e përgjithshme e Kinës, mënyra si e shikojnë botën, vetë fjala Kinë do thotë mesi i botës, apo kur i referohen perandorisë kineze në lashtësi, thonë ajo që është ndën qiell. Pra kanë një qasje hapësinore në kohë dhe në hapësirë shumë të madhe se sa një shtet i zakonshëm nacional. I referohen vetes tyre gjithmonë si perandori. Që në këtë këndvështrim janë më shumë integrues se sa kontradiktor. Ju më keni thënë, ambasador, dhe unë kam bajt shënime kur keni folur, prandaj doja të isha e përgatitur në këtë intervistë, ju më keni thënë, ju e lidhni në një mënyrë legitimitetin e Partisë Komuniste me suksesin e çlirimit të vendit.
Pra po thoni ambasador që partia në Kinë mbahet ende më shumë të historia se sa të ideologjia? Absolutisht. Të më thënë, për ideologji komuniste në Kinë është folur me krimin e Partisë Komuniste të Kinës në vitet 1920, në shekullin e kaluar, dhe deri në, të themi, në kohën kur vdes Mao Zedongi, në 1976, ka pas korrentet forta politike, komuniste, kolektivizimi, ekonomia e kontrolluar nga shteti, e kështu me radhë. Që nga 1976, dhe më mbrapa, Partia Komuniste e Kinës quhet për një qasje jeshtë zakonisht pragmatiste ndaj gjithë problemeve dhe shumë pak vend ka për ideologjinë. Bile, përsëri po mundon të sjell episode me disi karaktere dhe humori. Patjetër. Kur i kanë thënë Deng Xiaopingit që ta heqim tashmë portretin e kryetarit Mao nga tribunet Tiananmenit sepse ne po veprojmë në kundërshtim me mësimet e tija. Dhe i ka thënë këto punë mi lini mua, nuk ju prish një punë të madhe se po rria i atje, ju vazhdoni dhe shkoni punoni për Kinë dhe për veten tuaj. Pra, në këtë mënyrë përçohet të themi mesazhi që çështjet e politikës madhe dhe të ideologjisë lërjani Komitetit Qendror apo Byros Politike, ju shkoni punoni për veten tuaj dhe për Kinën. Pra, pati një ndarje nga viti 1978 në mënyrë të veçantë, që ata e quajnë konkluzionet e pleniumit të tretë të Komitetit Qendror, ku janë hedhur piketat e para. Pra, 1976 vdes kryetari Mao, konsolidon pushtetin e vetë Deng Xiaopingit dhe fillon reformat e mëdhaja në Kinë, po bazamenti teorik është hedhur në këtë që quhet sesioni tret i Komitetit Qendror të Partisë Komuniste të Kinës, ku hodhën piketat e reformës. Dhe ai i quhetin atë kohë ato 4 modernizimet që për udhëheqjen shqiptare në atë kohë i quhetën strategjia e Kinës për t'u kthyer në superfuqi, sepse koincidon edhe me kohën kur marrëdhëniet shqiptaro-kineze u ndikuan negativisht nga reforma që ndërmori Deng Xiaoping. Dhe këtu do bëj një parantezë. Ju vetë, zoti ambasador, keni qenë në Kinë në momentin që ne ishim prish me Kinën, më duket apo jo? Do më thënë, unë u largova si student në momentin kur Pa ju shkot në 70 marrëdhëniet nuk ishin prishur përfundimisht akoma. Në kur prishën me Kinën? 8 vjetë, më duket. Me Kinën është 1977-1978. Dhe ju ishit në Kinë në vitin? Unë jam larguar nga Kina në shkurt mars të vitit 1978. Dakord. Kështu që nota e ndërprerjes marrëdhënieve ekonomike të Kinës me Shqipërinë mua më ka gjetur këtu. Ndërkohë, artikulli i Zërit Popullit i vitit 1977, ku Partia e Punës e Shqipërisë thuhet që artikulli ka qenë i shkruar nga vetë Enver Hoxha, pavarësisht se jo i firmosur nga ai, ku kritikon të hapur teorinë e 3 botëve dhe Partinë Komuniste të Kinës për shurje të luftës klasave, për misi me imperialistët dhe me revizionistët. Dhe është interesante se si fuqia e madhe pikërisht me 7 korrik ka qenë artikulli në Zërin e Popullit, në 7 korrik 1977, dhe me 7 korrik 1978 është nota verbale e qeverisë kineze që ndërpret marrëdhëniet ekonomike. Pra, si thua, brenda harkut kohor të një viti, ditë më ditë edhe orë më orë janë përgjigjur. Marrëdhënie ekonomike, pra nuk flitet atër marrëdhënie politike? Edhe marrëdhëniet politike po thuaj që u ndërpren fare, por në dallim nga Bashkimi Sovjetik i vitit 1962, Kina nuk i ndërpreu marrëdhëniet diplomatike. Dakord, i mbajti. Ruati. Prandaj dhe ambasada vazhdoi. Ambasada vazhdoi. Dakord. Por sigurisht gjithçka ishte e ftohtë, kishte ndryshuar apo jo? Absolutisht. Në vitin 1982, kur unë shkova si shtam përpara si sekretar shtypi, ambasada nuk ishte pothuajse asnjë lloj komunikimi me autoritetet kineze apo me firma tjera, absolutisht. Po çfarë ishte atje atëherë? Simbolike, figurative, kaptenoj thashë them këtu atje, njofton të Tiranës se çfarë po ndodh tek. Po ata si silleshin kinezët? Shumë korrekt, po ftohtë. Ishin korrekt, ftohtë. Ftohtë, absolutisht. Do të thënë, mbaj mend takime shumë të rralla gjatë vitit 82-83 në Ministrinë e Jashtme të Kinës apo në ndonjë ministri tjetër për një çështje fare teknike. Po pastaj shumë shpejt nga fundi vitit 1983 rifilluan marrëdhëniet tregtare. Për herë të parë ka qenë një delegacion i ndërmarrjeve tregtisë jashtme të Shqipërisë, duket makina importi, që u interesua për pjesë të këmbimit të avionëve. Shumë interesante që deri atëherë për një periudhë gati 4 vjeçare, 78 deri në 82-shin, ne kemi blerë me ndërmjetës suedez pjesë të këmbimit të avionëve 3 herë më shtrenjtë,
Me ndërmjet të suedez. Po, dhe pastaj dikush u kujtua që fare mirë mund t'i kushtenim ca lek vetës dhe t'i blenim direkt, sepse dhe kinezët nuk është kishin në një, të themi, këndvështrim totalisht ideologjiko-armisor ndaj Shqipërisë. Qartë. Ishte për aq sa nuk u morën vesh për çështje ideologjike, flasim gjithmonë për atë kohë. Në 83 rifilluan marrëdhëniet, pastaj me rifillimin e marrëdhënieve ekonomiko-tregtare, diçka u gjallërua në marrëdhëniet midis dy vendeve. Se pati një ndërprerje një moment apo jo? Nga 78 deri në 83 kanë qenë totalisht Zero. Po ndërkohë ambasada vazhdoi. Ambasada vazhdon. Interesante shumë. Ambasador, cili nga këta 4 element, narrativa, politika, ekonomia dhe ushtria, është sot më i forti në Kinë? Propaganda, paraja, shteti apo forca? Në analizën geopolitike, këto janë 4 elementë kryesorë që përdoren në teorinë e lojës për një shtet për të analizuar se çfarë qëndrime mban në arenën ndërkombëtare. Kam përshtypjen që janë eksakt në këtë renditje, propaganda, politika, ekonomia dhe ushtria, që do të thotë kinezët janë jashtëzakonisht ndjeshëm ndaj mënyrës se si shikon bota dhe prandaj po të shikohet me vëmendje kanë një mbështetje nga ai që quhet jugu global shumë herë më tepër nga çka kanë Shtetet e Bashkuara të Amerikës apo Perëndimi në përgjithësi sot. Marrëdhëniet politike padyshim mundohen që të krijojnë aleanca të qëndrueshme. Ekonomia është ajo që i mbështet të gjitha këto zhvillime dhe ekonomia është jashtëzakonisht e rëndësishme edhe për të forcuar ushtrinë, përse po nuk patë para nuk ke ushtri të fortë. Kështu që janë eksakt në atë renditje si përmendët ju. Ambasador, gjatë bisedës bashk, mbajtë një tjetër shënim, ju keni thënë janë viktima, pra kur flisim për perëndimin dhe për amerikanët, si shikojnë Kinën, keni thënë janë viktima të mënyrës tyre të analizës. A është një mënyrë elegante për të thënë se perëndimi po e lexon gabim Kinën, ende dhe sot, ambasador? Në përfundim me krijimin e Republikës Popullore të Kinës në 1 tetor 1949, në Amerikë në mënyrë të veçantë, në perëndim në përgjithësi, por në Amerikë në mënyrë të veçantë, shpërtheu një debat se kush ishte fajtori që Shtetet e Bashkuara të Amerikës humbën Kinën, sepse deri atëherë gjenerali Chiang Kai-shek, që ishte ai që drejtonte Republikën e Kinës në atë kohë, ishte një kull e amerikanëve, një marrëdhënie shumë të ngushta që e mbanin me para, me furnizime ushtarake etj. Dhe papritmas humbi luftën përballë katunarëve, fshatarëve që udhëhiqeshin nga Mao Tse-tungi të parë matosur, pa ushqyer. Dhe kush ishte përgjegjës? Kjo vjen në një farë mënyre edhe sot e kësaj dite, pra është kjo trashëgimi që është shumë e çuditshme se si një superfuqi me një aparat analitik të jashtëzakonshëm, shumë të sofistikuar, me njerëz jashtëzakonisht përgatitur, kur vjen puna nuk i shpëtojnë dot paragjykime në mënyrën se si e shikojnë ata zhvillimet në Kinë dhe domethënë shpesh herë bëjnë të habiturin se si ka mundësi që ndodh kjo kur do duhet ndodh të krejt ndryshe, sepse sipas mënyrës tonë të menduarit, nga A-ja shkon ke B-ja, shkon ke C-ja, shkon ke D-ja, ndërkohë që trajektoria kineze është krejt ndryshe dhe i ngjan disi atyre interceptorëve amerikanë që nganjëherë nuk i kapin dot ato raketat që vijnë nga Irani dhe kështu që. Po si ka mundësi pra ambasador, sepse që ta frenosh zhvillimin e një superfuqie si Kina, duhet minimalisht ta kuptosh atë. Si ka mundësi që perëndimi bën këtë gabim, po thoshja pra, po mundohet ta frenoj, kur them perëndimi ka fjalën më shumë për amerikanët, duke mos arritur një ta kuptoj. Pra të kuptoj çfarë mendon, si e mendon, ç'qasi ka për botën Kina. Në qoftë se mund të përdor një vlerësim të një politologu nga Singapori, ka qenë ambasadori i Singaporit në Kombet e Bashkuara, Kishore Mahbubani, ai thotë dallimi esencial është midis asaj që Kina historikisht nuk ka qenë një shtet nacional, siç janë shumica e shteteve të tjera. Kjo mund të jetë karakteristike edhe për disa vende të tjera të Azisë, përfshi dhe Indin, deri diku ndoshta Indonezin, Filipinat, që kanë një karakter që quhet në anglisht civilizational state, pra shtet jo civilizues, por që i takon një civilizimi dhe jo një etnie, jo një nacioni, jo një. Dhe kjo e bën që të jetë shumë më tepër integrues se sa konfliktual. Kjo është temë goxha akademike në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, për një nga shkencëtarët më të shuar politik të universitetit, një profesor në Universitetin e Chicagos, John Mearsheimer, ai thotë që është e pashmangshme përplasja ushtarake midis Kinës dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nisur nga ndryshimi klasik i pozicioneve, kur një fuqi bie dhe një fuqi ngrihet.
Ndërsa kinezët e kundërshtojnë me forcë këtë lloj opinioni dhe thonë që nuk është e pamundur që Kina të rritet në mënyrë paqësore dhe ka vend për të gjitha fuqitë në këtë botë. Sepse në fund të fundit, thonë kinezët, ne jemi fuqi integruese dhe nuk jemi fuqi dominuese. Kjo lidhet edhe me një moment në historinë e Kinës, por ndoshta mund të flasim më vonë, kur u pranuan në Organizatën Botërore të Tregtisë dhe Amerikanët mendonin që një shtet kur arrin $7-8.000 për frymë të ardhura në muaj, fillon popullata kërkon më shumë demokraci dhe mendonin që Kina do të bëhesh një Amerikë e re, për shkak se do të zhvillohesh nga ana ekonomike dhe populli do të kërkonte më shumë demokraci. Ishte tashti quhet sikur kanë mashtruar kinezët, ka një rrymë që thotë kjo profeci nuk u realizua se kanë mashtruar kinezët, një profeci tjetër thotë që i kanë bërë gabim e sapet amerikanët, dhe asi nuk pranon një realitet që ajo që mendonin ata nuk ishte reale, pra ajo që ndërronin ata, ndërkohë që kinezët e kishin bërë shumë të qartë, që ne nuk jemi këtu për të bërë garë me juve se kush është i pari i botës. Ne duam të nxjerrim popullin ton nga varfëria, duam të ushqejmë më mirë popullin tonë. Ja kanë arritur sot që po flasim? Ambasador? Dhe në çfarë masë? Një nga rezultatet më spektakolare, për cilin flitet jashtëzakonisht pak, është që brenda një periudhe 40 vjeçare kinezët kanë nxjerrë 800 milion njerëz nga varfëria, që do të thotë 800 milion njerëz që para 40 vjet. Ata janë gjithsej për ta kujtuar për publikun, 1 miliard e 1 miliard e 400 milion. 400 milion, po. Dhe kanë nxjerrë për një periudhë disa vjeçare. 40 vjeçare. 40 vjeçare, 800 milion. 800 milion njerëz nga varfëria, që do të thotë kur kemi vajtur neve në vitin 1973 në Pekin, ishte një varfëri e frikshme. Do më thënë, ne vajtëm nga Tirana që në atë kohë, krahasimisht, aq më tepër po të shikoje ato revistat që sot nuk ekzistojnë. Ndërkohë, sot, ja, njerëzit po shohin, ja, janë krahasimet që kemi bërë në video, ambasador. Në vitin 1980 shiko, kjo është pjesa e Shenzhen, 2025 sot, shiko se ç'bëhet, thjesht për të kuptuar pak diferencën, po. Të veje nga Shqipëria, ku ishte njohur me ato revistat e famshme Kina Sot dhe Kina Moderne, revistat ilustruara me grupe baleti, cirku, ushtrie, ekonomie dhe çikoje atë varfëri. Dhe tashmë është siç duket edhe nga pamjet që po transmetohen, një gjë e pa krahasueshme me... Dhe kjo ka ndodhur brenda 40 vitesh. Do të thotë, sipas disa shkencëtarëve politik kinez, çelësi i suksesit është që morën nga perëndimi aq sa ju duhej për të patur sukses, po jo çdo gjë. Dhe ata thonë, janë të mendimit se ai që u quhet konsensusi i Washingtonit në vitin 1992, që paka shumë ajo që ndodhi në Shqipëri, privatizim total, hapje kufive, liberalizim, demokraci, drejtat e njeriut, drejtat e individit. Kinezët thanë, stop, ne do marrim nga gjithë to ato që na hyn punë neve. Ajo që na intereson neve. Ajo që na intereson neve, që do të thotë, marrim teknologjitë, marrim mënyra menaxhimit të reja që ne nuk kemi ditur, të marrim, të japim prioritet incentivave private dhe një ekonomie tregu dinamike. Dhe sot, për shembull, në Kinë trumpetohet që Kina nuk është ekonomi kapitaliste, është një ekonomi tregu vibrante, dinamike, por nuk është ekonomi kapitaliste, sepse argumenti vjen i tillë që në dallim nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, ku të pasurit, oligarkët, miliarderët kanë një ndikim të jashtëzakonshëm në qeverinë amerikane, oligarkët nuk kanë asnjë lloj ndikimi në vendimet e byros politike. Dhe byroja politike përfaqëson sipas tyre gjithmonë interesat e popullit kinez, ndërsa Shtetet Bashkuara të Amerikës përfaqësojnë interesat e oligarkëve. Dhe disi me humor mund thuhet që në Shtetet Bashkuara të Amerikës apo në vendet demokratike ndryshojnë partitë politike, por nuk ndryshojnë politikat. Në Kinë mbetet një parti, por ndryshojnë politikat. Interesante shumë. Ambasador Bimo, ish presidenti Amerikan Bush i plak e kanë fjalën, ka thënë asnjë shtet nuk mund të importojë mallra dhe shërbime dhe të ndalojë idetë e huaja në kufi. A doli Kina, sipas jush ambasador, përjashtimi më i madh që rrezoi këtë dogmë amerikane? Po, patjetër. Do të thotë që është e mundur të ruash identitetin dhe të mbrosh interesat kombëtare. Dhe është interesante sepse shikoj, gjithmonë
ka vënd për interpretim dhe këndvështrim të deklaratave, fjalimeve që janë mbajtur. Po, ajo që kanë bërë kinezët nuk është tjetër përveç ajo që kanë bërë amerikanët në momentin kur fituan pavarësinë 1776 dhe në mënyrë të veçantë në fillim të shekullit 20 dhe një fjalim të presidentit asaj kohe Theodore Roosevelt apo aq më tepër edhe John Kennedy ku i thotë popullit amerikan mos kërko çfarë do bëjë shteti për ty, por shiko çfarë do bësh ti për shtetin. Do të thotë është një këndvështrim i një përpjekje kolektive për të ngritur të gjithë ekonominë e shtetit, nga e cila pastaj do përfitojnë gjithë tjerët. Pra, këtë kanë bërë dhe kinezët, e kanë parë ekonominë si një përpjekje të përbashkët, dhe pastaj të shërbejë individit. Ajo që quhet modernizimi dhe moderniteti, të cilin kinezët e refuzojnë dhe për këtë janë edhe në kontradikt me perëndimin, sepse modernizimi dhe moderniteti shikohet si pjesë e agjendës globaliste, drejtave të njerëzit, liria e shtypit, demokracia, gjitha këto llollot, po. Ai thotë, "Ok, për sa kohë nuk më shërbejnë, unë nuk jam pjesë e agjendës time politike. Ajo që më shërben mua është si të risprodhimi, si njerëzit jetojnë më mirë, si të ketë për të ngrënë më shumë, edhe si të ketë edukim sa më të mirë edhe kujdes shëndetësor sa më të mirë për njerëzit." Në këtë këndvështrim janë gjithmonë në ato projektorët kritik të perëndimit për kufizimin e të drejtave të njerëzit, për shkeljen e drejtave të minoriteteve. Patjetër që duhet të ketë shumë të vërteta, sepse perëndimorët zakonisht janë vëzhgues të imët të këtyre gjërave, po mund të ketë edhe egzagerime dhe duhen dëgjuar të dy krahët, të dy palët. Ju më thatë pak më para, ambasador, sigurisht me fjalë të tjera, që kinezët nuk kanë ndërmend të ndjekin trajektoren perëndimore të zhvillimit të institucioneve. Në një mënyrë. Pra ata na shohin, ata kanë tjetër qasje. Atëra duhet të pranojmë, ambasador, se modernizimi nuk do të thotë domosdoshmërisht perëndizim. Absolutisht. Absolutisht. Domethënë, kam përshtypjen një nga arsyet e një mobilizimi pothuajse total, që vjen edhe në formën e alokimit të fondeve për propagandë kundër Kinës nga shtetet perëndimore, vjen edhe për shkak se modeli kinez i organizimit politik shikohet si një sfidë, si një alternativë për modelin perëndimor, që do të thotë modeli perëndimor. Të them një shembull. Një kinez që kam dëgjuar një politolog thoshte Britania është vend shumë i zhvilluar dhe modern, natyrisht edhe si pasojë Magna Cartës, shekulli 12-13. Po kam përshtypjen, thot ai, që është edhe si pasojë e kolonive. Ne nuk i kemi këto mundësi që të zhvillohemi, të kemi koloni për të zhvilluar, siç i kanë pasur anglezët apo amerikanët apo vendet e tjera perëndimore. Kështu që modeli ynë i zhvillimit është i ndryshëm nga modeli i perëndimit. Vim të modeli i bankave. Bankat në Kinë mundohen që të japin kredi zhvillimore, që të nxisin prodhimin dhe të ndihmojnë komunitetet. Në perëndim, ato që shkatërrojnë të gjithë ekonominë perëndimore, që kanë kthyer në financializim të ekonomisë, janë bankat, sepse bankat në fund të ditës janë një pronë private, e cila ka marrë të drejtën nga shteti, se është shumë interesant fakti që në shkolla ne mësojmë shumë gjëra, por nuk mësojmë se si funksionon ekonomia dhe për shembull, mua më janë dashur të bëhem më shumë se 70 vjeç që të kuptoj që pse kush i krijon parat, i krijon qeveria apo bankat. Edhe bankat janë private, dhe parat i krijohen bankat private dhe jo qeverit. Qeverit bëjnë politika, po parat i krijojnë bankat. Në këtë mënyrë, bankat, duke qenë private, kanë në themel interesin e pronarëve të tyre, që janë disa të mëdhenj dhe pastaj është edhe masa e atyre aksionerëve, shareholders. Po banka nuk është e interesuar që të zhvillohet ekonomia, banka është e interesuar që të rrisi fitimet për ato aksionerët e vet. Në këtë këndvështrim kinezët thonë, stop, ne do të ndërtojmë një sistem bankar që të jetë në shërbim të ekonomisë dhe jo në shërbim të vetë bankave. E qartë. Dhe ajo që ata e kanë thënë prej kohë është ekonomia tregut e kontrolluar. Këtu është një marifet jashtëzakonisht delikat, sepse ti fare mirë mund të biesh në komunizëm dhe në socializëm, në atë ekonominë centralizuar e cila kthehet në të kundërtën e vet, në vend që të jetë nxitse për ekonominë bëhet frenuese ekonomisë. Mënyra se si e kanë zgjedhur ata për të kontrolluar vetveten është matja me rezultate. Pra në qoftë se një politik e cila zbatohet me iniciativë nga lartë, sjell rezultate, do të thotë që jemi në rregull. Nëse nuk ka rezultate, atëherë do të thotë që duhet të ndryshuar politika. Natyrisht, ku ka pushtete të përqendruara, ka dhe shumë herë më tepër korrupsion.
Dhe kjo A ka korupcion sot në Kinë? A kishte dje në kohën që keni qenë ju dhe a ka sot? Të më thënë, rastet rastet e korupcionit që publikohen janë të shumëta, por më tepër janë të kuptueshme dhe të kuptuara, sepse në një pushtet të centralizuar, korupcioni është shoqërues e vazhdueshme. Nga ana tjetër, ajo që e bën, nga ajo që e relativizon problemin, i bie që shumë herë më tepër korupcion kanë perëndim ku janë institucionet të decentralizuar se sa kanë në Kinë. Domethënë, nëse është e vërtet që thashë themi që shërbollon se Pentagoni ka dështuar 8 herë në audit, pra nuk ka qenë në gjendje të bëj kontrollin se ku i ka çuar lekët në 20-30 vjet e fundit, do të thotë që ka i problem të madh edhe demokracia më e madhe e botës dhe kjo mënyrë të parit problemit që po them tash e relativizon disi problemin e korrupsionit, por në Kinë është ndjekur model tjetër, si thua, duke forcuar pozitat e drejtuesve, duke forcuar rolin që ka Partia Komuniste në drejtimin e vendit. Dhe ndëshkimi do të jetë shumë i fortë në Kinë. Shumë i fortë, patjetër. Por është një shoqërues i vazhdueshëm i jetës politike. Interesante shumë. Ambasador, ne kemi folur shpesh në emision bashk të mërkurave për ta shtuquatërin, ju e keni me shumë qef ta përmendni dhe mua pëlqen shumë sa që ju e përmendni atë, sa më shumë ta thoni aq më shumë do kuptojnë dhe njerëzit, do kuptojnë dhe ne të gjithë, kur flisim për kompleksin industrial ushtarak. Okej. Në rastin konkret, kompleksi industrial ushtarak e ka Tajvanin temë të preferuar, apo mbahet gjallë rreziku kinez për të justifikuar buxhete ushtarake marramëndse pikërisht për këtë gjë? Unë mendoj se po, dhe do vija bashkë, nuk kam shumë lekë, po do vija bashkë shumë sa kam që është kështu, që rreziku kinez për Tajvanin, për ta sulmuar Tajvanin, mbahet gjallë nga një retorike caktuar pikërisht nga ky lloj kompleksi militar industrial për cilin ka folur për herë të parë Eisenhoweri dhe që sot është jashtëzakonisht shumë herë më i rrezikshëm nga çka qenë në atë kohë. Pra këshilla e Eisenhowerit nuk është mbajtur fare parasysh nga establishmenti politik amerikan për të marrë masat, për të frenuar influencën e këtij. Dhe ky lob, që është kaq i fuqishëm, sa që tash Shtetet e Bashkuara të Amerikës prodhojnë armë për të ushqyer sistemin e tyre politik edhe të lobistave më shumë sa për të fituar luftrat. Bëjnë armë të bukura që kur vjen puna në terren nuk kanë pasur atë efektivitet, sikurse një dron i thjesht që është shumë më efektiv se sa një raketë tepër e sofistikuar. E shohim edhe në këtë luftë me Iran. Në këtë këndvështrim, ky lob është bërë jashtëzakonisht i rrezikshëm dhe sipas mendimit tim, aq sa ndjek unë, ky lob ja ka sjellë në majt hundës popullit amerikan. Dhe zoti Trump i fitoi zgjedhjet pikërisht me premtimin që doja shkurtonte të ardhurat këtij lobi duke mos u angazhuar më me luftra. Ky ishte premtimi i presidentit kandidat, që nuk do të vazhdonte me luftra. Për fat keq, shikojmë që ka hyrë në një luftë të jashtëzakonshme me Iranin, po ti kthehemi Kinë Tajvan, është eksakt e njëjta gjë që frytet, sepse ka një logjikë jashtëzakonisht të thjeshtë, domethënë kur lexon se nga Shanghai nisen në drejtim të Taipeit 90 deri 100 avion pasagjerësh në ditë, do të thotë që kanë marrëdhënie jashtëzakonisht të ngushta njerëzore, ekonomike dhe me aq sa i njohun Kinën dhe kinezët, nuk ka asnjë lloj motivimi që ata të bombardojnë ata që janë të tyret. Pra nuk ka se si të shkojnë kinezët bombardojnë kinez. Sepse që të pushtoj Kina Tajvanin do thotë që të bëhet hataja në kuptimin e luftës ajrore, amfibe, në formën e zbarkimeve, i mbarkimeve. Nuk duket se ka një shtytje drejt saj. Aq më tepër që Tajvani është superfuqia e prodhimit të mikroçipeve, të atyre që përdoren për kudo, sot, jo vetëm për kompjutera, por në të gjithë. Dhe nuk ka se si që kinezët që duan të përfitojnë nga ajo teknologji, shkojnë ta shkatrojnë. Do dasin po qartë. Ambasador, në fakt, media vijet re, një grup i madh mediash, në fakt, flaset në botë, jo vetëm Shqipëri, se Shqipëri bile nuk diskutohet fare kjo punë, po në botë, më shumë, në Europë, në Amerikë, në një farë mënyre bën një presion ose një projekcion psikologjik konstant për rrezikun se Kina do sulmoj nga sot nesër. A mendoni, ambasador, ose a mund ta themi troç se publiku perëndimor po ushqehet çdo ditë me një frikë të fabrikuar? Mendoj se po. Ke bërë Kini një gogol? Mendoj se po dhe për këtë
ka, si të mobilizim mjetesh, fondesh, njerëzish, strukturash për të krijuar këtë psikozë lufte. Dhe ajo që do të thosha unë, kritika me madhe që vjen Kinës nga perëndimi, nga Shtetet Bashkuara të Amerikës në radhë parë, është mungesa e demokracisë. Që do të thotë, me fjalë tjera, mungesa e legitimitetit të Partisë Komuniste të Kinës në krye të vendit, që nuk është certifikuar nga zgjedhjet lira të ndershme, por është vendosur atë me forcën e armëve në 1949 dhe vazhdon të jetë e tillë edhe sot e kësaj dite. Pra, teza e perëndimit është që pushteti në Kinë është jo legjitim. Tashi, nga ana psikologjike e strategjike, çështja e Tajvanit i shërben Partisë Komuniste të Kinës më shumë për të legjitimuar pushtetin e vet, më shumë si çështje e pasgjidhur sesa si çështje e zgjidhur. Dhe është më mirë për udhëheqjen e Kinës që të flasin nga pozicioni në thonjza i viktimës, pra i një padrejtësie historike që i është bërë popullit kinez duke e përçarë, sesa duke bërë një luftë për Tajvanin. Për më tepër, në qoftë se do shkojmë mbrapsht në histori, ka një precedent të jashtëzakonshëm mençurie, zgjuarësie dhe diplomacie krijuese gjatë vizitës së Kissingerit në Kinë dhe më pas të Nixonit në vitin 1971-1972, që e kanë trajtuar ambiguiteti, ashtu quhetur ambiguiteti strategjik. Në atë kohë Kissingeri, që ishte vërtet një gjeni i diplomacisë, arriti në një tekst që vinin dakord të gjitha palët, sipas të cilit të dy anët e ngushticës së Tajvanit janë dakord që ka vetëm një Kinë. Dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës nuk bëjnë gjë tjetër përveç se i bashkohen mendimit të dy anëve të ngushticës së Tajvanit. Dhe kjo u quhet genialiteti i ambiguitetit strategjik. Që edhe kinezëve pëlqeu shumë dhe Deng Xiaoping në atë kohë publikisht ka thënë: ne nuk jemi aq të mençur sa ta zgjidhim këtë problem sot. Le t'ia lëmë gjeneratave që vijnë që do jenë shumë më të mençura se ne që ta zgjidhin. Dhe kinezët sot, edhe Xi Jinpingu, pavarësisht që deklaron atë që është deklaruar që në 1 tetor të 1949-s, në fund të tizës është i mendimit, është i linjës dhe i porosive që ka lënë Deng Xiaoping. Bëjmë një pauzë vogël, do rikthehemi prapë me ambasadorin Bimo, bëjmë një pauzë vogël e dio, shkojmë furnizohemi dhe kthehemi prapë te Kina. Shkojmë furnizohemi, ku do thoni ju? Vetëm te SPO Ili, miq, është i vetmi vend ku duhet shkoni të hidhni benzinë ose naftë, sepse e keni të pastër, e keni pa hile. Ju e dini se ç'bëhet në këtë vend? Mashtruesi janë të gjitha nivelet, nga lart, maja e piramidës deri poshtë. Kaca pika të bardha në hartë, që janë pika të bardha i quajun, kuptimin që ju japin shërbim të saktë. Një nga këto është SPO Ili. Mos e lodhni makinën tuaj, mos ja shkatroni mushkrit, çoni te SPO Ili vetëm për ta furnizuar, sepse do shikoni motorin që do filloj të reagoj me njerë, do marri fuqi, do ketë performancë, dhe ndaj si që kam thënë gjithmonë, mos fusni çdo lloj zorre në makinën tuaj se do hani dynjan. Vetëm te SPO Ili, shikoni mirë atë logo, se nuk e harroni kur e keni gjithandaj për Tiranë, dhe kur dini nga Tirana, mjafton të fiksoni SPO Ili, shkruhet në një sfond të kuq me ca gërma të bardha, ja, do e shikoni tani në fund të spotit, ja, shikoni një qik, ja, prisin dhe pak, fiksoni mirë këtë logo, jo, kjo është makina, prit një sekund, do vi momenti i fundit. Është the fuel of champions, ja. E pat, the fuel of champions, ja. SPO and oil. O, me atë shenjën e që i jep motorit. Piramida është një trup çdo ditë ka një fillim. Bëje të ndën të veçantë. Milano Cafe, l'aroma italiano.
Arrimi në mbrëma toksor e jemi rikthyer në TP2, pjesë të dytë e emisionit Zonë e Lirë. Episodi 1079 me Roland Bimon, ambasador karriere prej më shumë se 40 vjetësh. Sonte po flasim për Kinën. Kina çka qenë ç'është dhe ç'do të jetë, por Kina për Shqipërinë çka qenë ç'është dhe ç'do të jetë. Ambasador, jemi rikthyer në këtë pjesë dytë e emisionit dhe unë do desha para se të bëj disa pyetje për në fakt tamam ky është momenti, të kalojmë direkt te pyetjet që kanë lidhur, që kanë bënë raportin Kinë-Shqipëri. Le të vim pra tek këto marrëdhënie, ambasador. Ju kur kemi biseduar bashkë në orë të tëra para dhe pas emisionit, më keni thënë që Shqipëria ishte ndër vendet e para që njohë Republikën Popullore të Kinës. Dhe pyetja ime është, a ishte kjo largpamësi strategjike apo bindje ideologjike e pastër? Në vitin e largët 1949, situata në kampin socialist natyrisht ishte krejt ndryshe nga ajo që jemi mësuar të shikojmë nga distanca kohore e më vonshme. Kështu që veprimi i Shqipërisë komuniste të kohës ishte në kuadrin e veprimeve të gjithë kampit socialist të kohës. Nuk mësoj se kishte një largpamësi komandanti i kohës që të mendonte se zot ndodhte më pas marrëdhëniet me Jugosllavinë, Greqinë, Rusinë Sovjetik. Kështu që ishte thjesht çështje e të qenit në radhë dhe në linjë me kampin socialist. Ndërkohë, kemi bërë një vizitë të Enver Hoxhës në Pekin në vitin 1956, ambasador, ju e dini shumë mirë, dhe pa kënaqësinë që Mao ishte në një linjë me Khrushovin për Stalinin. A do thotë kjo, ambasador, se marrëdhënia Tiranë-Pekin nuk ka qenë kur aq romantike sa është shitur më pas? Unë kam një problem të madh me të besuarit e gjitha atyre që janë publikuar në formën e ditareve të Enver Hoxhës, sepse shpesh më duket që vuajnë nga ajo që unë e quaj mençuria pas kuvendit, që do të thotë janë shkruar kohë më vonë me pretendimin që janë mbajtur ditar në kohën kur ka ndodhur, dhe kur ti shkruan më vonë. Ju këtë nuk e besoni shumë? Jo, besoj që faktet janë të vërteta, po interpretimi i tyre është mbi bazën e atyre që ka ndodhur më mbrapa, dhe kam filluar të mendoj në këtë formë, kam lexuar një libër të Richard Holbrooke që thotë ky libër është shkruar 2 vjet mbas ngjarjeve dhe është e pashmangshme që unë të mos reflektoj ato që ka ndodhur mbas 2 vjetësh, ato që ka ndodhur gjatë këtyre 2 vjetëve, në ato që po përshkruaj për të ndikohesh. Dhe në këtë formë më vjen të lexoj atë që Enver Hoxha na paska parë që në 50 sepse ajo që ka ndodhur në kampin socialist në atë kohë, edhe komandanti ynë dhe byroja jonë politike dhe komiteti jonë qendror i ka përkrahur tezat e Khrushovit për kultin e individit Stalin. Dhe ajo që ndodhi pastaj në konferencën e Tiranës në tetor të 56-s, ku shoku Enver u friksua nga zhvillimi që po merrnin situatat, atëherë i kundërshtoi tezat e Kongresit të 20 apo 22 të Partisë Komuniste të Bashkimit Sovjetik. Kështu në këtë këndvështrim është çështje si e interpreton atë qëndrimin e Maos ndaj Stalinit në një kohë caktuar. Ajo që mbetet të thuhet është që gjatë gjithë konstante në qëndrimet e Enver Hoxhës në raportet me Kinën, është në çdo moment që Kina ka shfaqur një afërsi me Jugosllavinë, me Titon, me titistët, ka prodhuar një reagim shumë sanguin në Tiranë, domethënë. Sigurisht. Shumë të ndjeshëm. Ndoshta për arsye parimore, nacionale apo individuale, nuk di ta them me siguri, po reagimi ka qenë gjithmonë shumë i fortë. Sa herë që kinezët kanë shfaqur në një tendencë. Dhe bile vizita e Titos në Kinë, më duket në vitin 1976 apo 77, ka qenë me një ndikim të jashtëzakonshëm në prishjen në atë nervozitet me cilin i trajtoi Enver Hoxha më tutje marrëdhëniet e Shqipërisë me Kinën. Ambasador, pra kemi revolucionin kulturor, pushtimin e Çekoslovakisë dhe më pas afrimin Kinë-SBA. Cili nga këta faktor e prishi realisht marrëdhënien Tiranë-Pekin? Ideologjia, frika apo xhelozia gjeopolitike e Enver Hoxhës? E gjitha është një histori jashtëzakonisht interesante.
pak studime ka për këtë periudhë, ka shkruar diçka Eles Biberaj edhe studios të huaj, po pushtimi i Çekoslovakisë nga Bashkimi Sovjetik prodhoi një frikë të jashtëzakonshme në Tiranë, në Bukuresht, edhe në Beograd. Se ajo që ndodhi në Prag mund të ndodhte edhe me këto tre shtete. Dhe këshilla e Çuenlajt ishte që këto tre shtete të lidheshin me njëri tjetrin, që të krijonin një aleancë, në një moment caktuar mund t'i kundërviheshin një agresioni të Bashkimit Sovjetik. Kjo natyrisht nuk ishte si t'i pëlqente Emir kishte vuajtur një herë nga këshillat për aleancë me Jugosllavinë, apo aq më pak kishte besim tek Ceausescu. Kështu që në këtë moment kishte një kundërshtim midis mënyrës si mendonin kinezët për Emir Hoxhën, ishte me rëndësi që Kina të sillte tanke, topa, mina, avion, anije, pra të aftësonte Shqipërinë që të mund të mbrohej vetë, po jo të hynte në aleanca. Në momentin kur Kina ndroi drejtim dhe filloi të afrohej me Shtetet Bashkuara të Amerikës, si pasojë një realiteti që nuk mund të shmangej më. Kina po zhvilloi nga ana ekonomike, ishte nga fuqitë më mëdha të botës, ishte e pa justifikueshme që Tajvanit qëndronte në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara si antar i përhershëm me 20 milion apo 18 milion banorë, sa ishte në atë kohë, dhe Kina me 700 milion banorë. Po, që në atë kohë. Ishte përjashta. Për më tepër që ishte filluar dhe tendenca e perëndimit për të gjetur tregje ku qiste prodhimin e tyre për të hapur drejt Kinës. Dhe gjëja për cilën flitet jashtëzakonisht pak, do më mendoj që është jashtëzakonisht e rëndësishme, është që në momenti kur Nixon hapet me Kinën, shkon në Kinë, para ishte i vetmi që mund të bënde nga Amerikanët, sepse konsideroi si antikomunisti më i tërbuar, kështu që nuk humbte pikë brenda Shtetet Bashkuara të Amerikës, se dihej që ishte antikomunist. Po koincidon me momentin kur Shtetet Bashkuara të Amerikës dolën nga ajo që është raporti i dollarit me floririn. Pra në gusht, Nixon ka vizituar Pekinin në korrik të vitit 1971. Në gusht të vitit 1971, Nixon njofton, në 15 gusht, njofton ndarjen e dollarit nga floriri. Në tetor të vitit 1971, Shqipëria në krye të 17 vendeve propozon një rezolut në Këshillin e Sigurimit, në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara për largimin e Tajvanit dhe pranimin e Kinës, e cila u miratua, dhe Amerikanët nuk votuan vetë pro kësaj rezolute, po vunë diku Italinë apo një shtetë tjetër nga këto të perëndimit, dhe aty kuptohej se nga po anonte situata, dhe jo më larg sa shkurti i vitit 1972, pra çështje muajsh, Nixon shkon për vizitë në Kinë. Interpretimi im i nervozizmit të Emir Hoxhës ka të bëjë me faktin që Shqipëria, Kina tashmë e nxori Shqipërinë nga rrethi i miqve të saj të ngushtë, dhe po shikonte... U bë pragmatike. Ndërkohë që Enveri donte një Kinë ideologjike. Dhe unë në një dy konferenca që kam marrë pjesë, kam vënë në dukje që marrëdhëniet ndërshtetërore nuk ka se si të jenë, domethënë, marrëdhëniet ndërshtetërore të bazuara në ideologji, nuk ka se si të jenë aq të qëndrueshme sa marrëdhëniet të bazuara në interesa. Pra, në momentin kur interesat e Kinës dhe të Shqipërisë filluan të divergjonin dhe të mos kishin më atë konvergjencë si më përpara, Emir Hoxha i doli përpara situatës dhe filloi ta kritikonte Kinën për nga pozita ideologjike dhe jo nacionale. Nga viti 1960, më keni thënë ambasador, deri në vitin 1978, që i thonë, sa i thonë, 18 vjet? 15-17 vjet. 18 vjet, Kina pretendon të ketë dhënë $10 miliard ndihmë. Tani pyetja është, a është Kina vendi që e mbajt realisht në këmbë ekonomisë shqiptare në ato vite, ambasador? Absolutisht po. Askush tjetër veç Kinë? Absolutisht po. Do më thënë, sot është e pa imagjinueshme për këto që ka lindur, të themi, mbas vitit normal 2000. Po. Të arrit kuptoj se si Shqipëria kishte rreth 350 fabrika, uzina, shumica të cilave ishin me teknologjitë përpambetur e tjera, po ama mbase unë bëhem edhe pak nostalgjik në këtë rast, po kishim një industri bakri me cikël të mbyllur, nga minerali deri ke prodhimi i telave për masave të ndryshme, kishim një industri kromi goxha të zhvilluar, industri nafte goxha të zhvilluar, e cila pa dyshim nga keq menaxhimi i tmerrshëm i ekonomisë centralizuar, shkoi drejt katastrofës, por sot nuk ka absolutisht asnjë gjurmë të asaj. Jo. Ato $10 miliard, në fakt kanë që ato $10 miliard janë jashtëzakonisht të dhe jam kurioz, $10 miliard
në raport me kohën, do thënë në raport me $12 në asaj kohë apo tani? Me kohën, atërshme. Që tani nuk e dim sa mund të jenë. 20. A janë më shumë? Po nga 71 dhe deri më sot, dollari ka humbur 98% vlerës. Dakor, e kuptova. Kështu që mund bëhet lehtë llogaria. Dhe po më thoshë? Ka një gjë që çmimet e mallrave që vinin nga Kina ishin të superfryra. Pra, nuk bëhet fjalë që ishin, sepse tregtia bëhesh me clearing, pra ata sillnin, po themi, një torno apo një frezë, të cilën ne do ta paguanim me krom. Po të gjitha kuotimet bëheshin në para fiktive dhe zakonisht ishin shumë të fryra. Kështu që ajo $10 miliardë duhet marrë me shumë rezerva. Gjithsesi ishte e qëndësishme. Ata kanë dhënë ndihmën kryesore për ndërtimin e bunkerëve, që nuk merret vesh asnjëherë sa kanë qenë 50.000, 500.000. Sikurse kanë dhënë edhe para për... Edhe gjëra për ushtrin ka rrezik do kanë dhënë atë. Po. Pothuajse të gjitha pajisjet ushtarake që kanë ardhur në Shqipëri ishin në formë ndihme. Ndërkohë duhet thënë ping-pongu ishte një sport që vjen nga Kina apo jo? Ne nuk shkëlqyem asnjëherë. Kinezët e përdoren për të përmirësuar marrëdhëniet me Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe ne ndoshta prandaj kemi marrë natë nga ajo kohë. Unë për shembull jam një nxënës i shkëlqyer i kësaj tradite kineze që erdhi në Shqipëri. Kam mbrojtur ping-pong me vite të tëra kur isha i vogël. Sport i bukur. I bukur shumë, dhe isha aq pasion sa që unë nuk rria dot një ditë pa luajtur dhe mundja, se thuash, fitoja edhe ndaj të rriturve. Isha fëmijë, isha në çfarë them, isha vit klasë, isha në gjimnaz. Po, dhe ndoshta diçka më rëndësi nga momenti i vizitës së Nixonit dhe Kissingerit në Kinë. Pse e lidha me 15 gushtin ndarjen e dollarit nga floriri, sepse ajo që e ka mbajtur në këmbë ekonominë amerikane nga ndarja e florit në dollarin ka qenë shpikja e petrodollarëve, pra Arabia Saudite që e shiste naftën në dollar dhe pastaj OPEC-u dhe pastaj gjithë bota dhe teprisën që nuk e përdorin më vetë për dollaret e investonin në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Përveç petrodollarit ka qenë tregu kinez dhe fuqia e lirë punëtore kineze, pra vizitat e presidentit dhe të sekretarit të shtetit në Kinë kishin për qëllim që të krijonin një varësi kineze ndaj dollarit, të cilën e arritën me sukses deri në momentet e sotme, ku raportet kanë ndryshuar. Ambasador, tani kam një pyetje, po i afrohemi aktualitetit. Brenda kësaj gjëje, po i afrohemi aktualitetit. Ju më keni thënë që nga viti 1978, pra por Kina realisht vendosi që në 78 ndërprisë marrëdhëniet ekonomike me Shqipërinë, po diplomatike asnjëherë. Asnjëherë. Ndërkohë, mbaj mend që më keni thënë se nga 78 marrëdhëniet politike diplomatike janë relativisht të ftohta, ma thatë dhe sot, ndërsa tregtia me Kinën është gati në vend të importeve shqiptare. Si shpjegohet atëherë, ambasador Bimo? Si shpjegohet që blejmë kaq shumë nga Kina, por politikisht sillemi sikur ajo nuk ekziston? Ç'të më thënë kjo, ma shpjegoni dot? Është raporti midis tregut lirë dhe politikës shqiptare, që politika shqiptare nuk ka asnjë lloj ndikimin çfarë ndodh në ekonominë shqiptare. Mënyra se si bëhet politikë në Shqipëri, çdo njeri është i lirë bëj çfarë dojë dhe importohen nga Kina të gjithë mallrat e konsumit që ne konsumojmë. Ndoshta tash i ka rënë pak, po ishte një periudhë që ishin vërtet të gjitha nga Kina. Sikurse edhe në gjithë botën. Për një moment Kina ishte manufaktura e gjithë botës, domethënë. Po pse thoni që ka rënë? Mua më duket sikur tani po shtohet gjithmonë më shumë. Po është diversifikuar pak, sikur vjen diçka edhe nga Turqia më shumë, blen mallra edhe në Itali. Në këtë këndvështrim Shqipëria sikur ka diversifikuar pak. Megjithëse po kendese, unë shoh më shumë këto pjesa industri që është pak më e rëndë, si punë makinave këto të gjitha. Por shumë tani gjithandej. Po, me makinat elektrike keni drejt. Makinat elektrike jo vetëm në Shqipëri, tani po hapen gjithandej. Keni drejt. Dhe pajisjet elektronike dhe makinat elektrike drejt. Është shtuar, po. Edhe pritet të shtohet më shumë. Sepse konkurrojnë me çmime. Po. Është mënyra kineze e përhapjes së influencës tyre përmes. Pra ju thoni që thjesht sepse këtu tregu e pron si do, thoni dhe nuk ka asnjë, se thuash nuk ka asnjë orientim nga lart, prandaj ndodh kjo punë që ka marrin pesh makina apo që për sa i përket marrëdhënieve tregtare, po, kur vjen puna ke investimet, po shikoni nuk ka absolutisht asnjë lloj investimi kinez. Investimet në Shqipëri janë prerogative qeverisë, nuk ka. Ajo që e bën Shqipërinë vend shumë të vështirë për biznes është fakti që qeveria mbetet gardiani kryesor i investimeve.
nuk ka si në gjithë të tjera të botës ku kompanitë private janë të lira që të thithin edhe të investojnë jashtë. Qartë. Kështu që tregtia mbetet tregtia e çikrimave apo edhe mallrave si makinat, mbetet në duart Mbetet e lirë? E lirë. Kurse investimet kanë gjithmonë Ja, bankers si për shumë kota, se më kujtohet. Është një investim që, okej, s'ka qenë kinezë fillim, por që e blen kinezët. bankersi është në raporte pune me qeverinë gjithkohën. Gjithë ato... Shiko, pse bankers kanadez apo kinez fiton miliarda dhe del me humbje? Del me humbje, po. Po s'ka të bëjë me shtetin. Po t'ishte që kishte të bënte me një partner privat... Eksploron tokën shqiptare, po për këto. Po t'kishte të bënte me një partner privat shqiptar, nuk do... Do ishte ndryshe, thonë. Do ishte ndryshe, pa tjetër. Duke pas marrë dhe, në këtë këndvështrim, të gjithë, duke i kontroluar shteti, ka shumë hapësira për gjërat mbrapstan. Ka pas shumë propozime, ambasador Bimo, për zona speciale ekonomike në Shqipëri, që është pas viti 1990, por influenca perëndimore në Shqipëri, më keni thënë edhe ju në fakt të gjë, është e patundur. A do thotë kjo, ambasador, se Shqipëria i ka mbyllur vetes disa dyer ekonomike për arsye gjeopolitike? Absolutisht po, sidomos në fillim të viteve 90, unë mbaj mend kur kemi qenë për vizitë zyrtare në Shtetet e Bashkuara të Amerikës me president Berishën, është diskutuar, bile një kompani amerikane mori përsipër që të hartonte legjislacionin përkatës se si do mund të funksiononte një zonë speciale ekonomike dhe papritmas, mbas 2-3 muajsh u zhduk fare si bisedë, domethënë nuk u bë më. Njëta gjëra janë përsëritur më mbrapa, sepse kinezët kishin një eksperiencë të veçantë në krijimin e zonave speciale ekonomike dhe mrekullia ekonomike e Kinës fillon me 4 zona speciale ekonomike që janë projektuar qysh në atë që ju përmenda në plenumin e 3 të Komitetit Qendror të Partisë Komuniste të Kinës në vitin 1978. Aty ka filluar Shenzheni. Shenzhen, që sot është një nga mrekullitë e botës, në atë kohë ka qenë as plantacion orizi o kalamishte vetëm. Çfarë thon Shenzhen? Shenzhen është qyteti. Qyteti, po, qyteti që e pam pak më parë, po. Është një nga zona speciale ekonomike më të suksesshme. Që sot ishte bërë me një, nxjerrë një herë le të ta shohim? Dhe ajo ka qenë vërtet një, unë kam bërë disa studime, i thoshim në atë kohë, informacione, le themi, nga ambasada për zona speciale ekonomike në Kinë, dhe ishte vërtet një ide geniale e Deng Xiaopingit, apo dhe atyre që e këshillonin, ndoshta dhe vetë amerikanëve, për të ruajtur Hong Kongun, sepse në momentin, këto kanë filluar në vitet 80, zona speciale ekonomike. Hong Kongu pritej që të bashkohej Kinës në 97-ën, mbaronte ajo kontrata me britanikët në 99 vjet. Dhe ishte frikë e madhe që Hong Kongu si një oazë mrekullie dhe mirëqenie mund të përmbytej nga varfëria kineze. Shkonin me miliona kinezë dhe ta përmbyshin dhe ta zhduknin brenda 4 orë. Atëherë çfarë bën? U ndërtuan këto zona speciale ekonomike që shërbenin si buffer, si zonë tampon, po. Që në rast se do të kishte të ndalonin një herë këtu ke kjo zonë dhe pastaj të... Po ndërkohë, për shkak të politikave ekonomike e financiare jashtëzakonisht të përshtatshme, këto zonat ekonomike provuan të ishin një sukses shpërthyes brenda një periudhe shumë të shkurtër, dhe bazuar në këto modele, Shqipëria shikohej si një vend i përshtatshëm në atë kohë sepse duke qenë vend i varfër, kishte fuqi punëtore të lirë, duke qenë pranë Bashkimit Evropian, kishte mundësi të eksportoheshin ato që mund të prodhojnë zona ekonomike një treg shumë të madh, aq më tepër në perspektivën e afërt, sepse në 92-shin perspektiva e antarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian shikohesh një çështje 5-6 maksimumi 10 vjetësh, domethënë në 92-shin të gjitha projeksionet e Ministrisë së Jashtme apo edhe të Brukselit bëhesh fjalë që ishte çështje jo kaq e gjatë sa të shkojë deri tani në 30 vjet. Dhe edhe kinezët ishin të interesuar shumë që të mund të kishin një, të themi, placdarm, një bazë të tyre për ekspansion ekonomik në Europë. Kjo me sa duket nuk ishte në përvestim të drejtë me interesat evropiane. Kam përshtypjen përfshirë ato amerikane, kështu që në ato kushte varësie politike ekonomike të Shqipërisë nga perëndimi, në asnjë bësh fjalë që mund të... Edhe sot e kësaj dite, influenca e perëndimit në Shqipëri është e jashtëzakonshme që mund të ketë uvertura shqiptare, për shembull siç bën grekët që shitën portin e Pireut atëherë, apo që mund të ketë një... Ne ishim të parët që e shpallëm atë Huawei të padëshirueshme për të punuar për atë 5G, për teknologjinë 5G në Shqipëri. Sepse është influencë amerikane këto, po. Po.
Nuk ka një sekret, të më thënë, e kemi të shpallur që jemi zonë influenca amerikane, bile jemi shumë krenarë për atë. Shumë e vështirë. Shumë e vështirë për kinezët që të gjejnë një objekt investimi në Shqipëri. E për gjitha ata duken shumë të urtë dhe shumë të sjellshëm, ambasador. Të thoni luajnë teatr, apo ata ashtu janë vërtet? Kissinger ka thënë njëherë një gjë në libër si ka titullin diçka për Kinën, pas po më vjen në titulli i librit eksakt. Ai thot, ajo që ne në Perëndim llogarisim me vite, kinezët llogarisin me dinasti. Pra, një proverb kinez tjetër thot që po të rish gjatë bregut lumit, me siguri që lumi do të sjellë trupin e armikut. Pra, kanë një qasje strategjike, Tensiopini jep porosia nga porosit kryesore, jep dhe mos e trego asnjëherë as forcën edhe as dobësinë. Mundohet të jesh gjithmonë i fshehur për atë që ke. Pra kanë një qasje shumë ndryshe nga psikologjia perëndimore, për sa i përket edhe investimeve, edhe strategjisë. Ajo gjëja më e suksesshme atyre ka qenë ajo që quhet një rrugë, një brez një rrugë. Qartë. E cila nuk është gjë tjetër përveç se copy-paste, kopje e njëjtë, identike, me çfarë kanë bërë amerikanët mbas luftës së dytë botërore. Domethënë plani Marshall, ka pasur ekipe me siguri që kanë studiuar çka kanë bërë amerikanët, si e kanë bërë për influencën e tyre, edhe atë kanë bërë kinezët duke e maskuar me parullat ndryshme, po është e njëjta gjë. Ambasador, kam 3 pyetje të fundit, para se ta mbyllim këtë bisedë sonte, fatkeqësisht na iku ora shumë shpejt. Po do më përgjini shumë shkurt, se pastaj do e mbyll me e fundit fare, do jetë pastaj për ta lidhur direkt me Shqipërinë. A ka më shumë, ta themi troç çfarë, pastor, a ka më shumë mall kinez në Shqipëri se sa ndikim kinez në politikën shqiptare? Po jo. Ka më shumë, po. Ndikimi kinez në politikën shqiptare është zero. Zero. Për mendimin tim është spekulimi i madh i atyre që thonë, është spekulim tepër i dëmshëm i atyre që thonë ka ndikim kinez në Shqipëri, ka politikan, ka media që marrin para nga kinezët. Në momentin që flet shumë pa evidencë, është jashtëzakonisht e dëmshme dhe e rrezikshme. Ambasador, duke qenë se ju keni studiuar në Pekin dhe keni punuar aty në diplomaci, a mendoni më mirë, a mendoni se Shqipëria e njeh realisht Kinën, apo thjesht flet për të me stereotipe perëndimore? Shqipëria për fat keq nuk e njeh fare. Domethënë një bërtham me vockël kineze që ishte siç ishte emisioni i gjuhës kineze ke Radio Tirana, apo 2-3 përkthyes, apo një 2 miq që janë jashtëzakonisht përgatitur për të folur për Kinën, as nuk ju merret ndonjëherë mendim se çfarë bëhet me Kinën. Kështu që në këtë këndvështrim ka dijeni për Kinën të shpërndarë në popullat, po për ta koncentruar dhe për të shërbyer politikë bërjes nuk ka. Ambasador, ju që keni parë Kinën nga brenda, a mendoni se gabimi më i madh i perëndimit është se e shef Kinën si një bashkim sovjetik të ri, kur në fakt ajo është diçka krejt tjetër? Totalisht. Vëzhgimi është absolutisht i saktë. Domethënë, gjëja që është më larg se çdo gjë tjetër është ta krahasosh Kinën me Bashkimin Sovjetik. Kina e para punës nuk ka ideologji komuniste, e dyta punës nuk ka tendencë për të përhapur modelin e saj ekonomik, përkundrazi, Kina thot, modeli jon na shërben vetëm neve. Ju lutemi shumë, edhe kur diskuton me Brazil, Indonezi e këto gjithë vendet e të quhen jugu global, dhe thot, mos merrni modelin ton, shikoni hallet tuaja, shikoni si kemi. Ndërkohë që Bashkimi Sovjetik, frika më e madhe e Bashkimit Sovjetik ishte imponimi i ideologjisë komuniste dhe ishte projektimi i jashtë. Kurse Kina është gabim total trashanik dhe gabimi akoma më i madh është ajo që quhet decoupling, ndarja ekonomike, që do të çojë vetëm në varfërim të mëtejshëm të miliona njerëzve se sa do të çojë në mirëqenie ekonomike. Pse kryeministri shqiptar ky që është prej 13 vjetësh në pushtet, zoti Bimov, ka filluar së fundmi të flasi për Kinën, edhe në forume ku ka dhe zakonisht edhe audiencë amerikane. Për çfarë e bën, thonë ju? E bën sepse mendojnë që mund t'i trëmbi, që ata të reagojnë, e bën që Shqipëria, që këta në bëhet ta marrin seriozisht dhe thonë prita fusim këtë Shqipëri se mund na ikin influencën e Kinës, për çfarë e bën? Apo e bën se realisht mendojnë që mund të flasin me të gjithë, pra dhe me Brukselin, dhe me Washingtonin, dhe me Pekinin, dhe me Moskën, se ka folur për Moskën. Po jemi tek Kina sot. Nuk besoj se mosnjohja e konjunkturave botërore gjeopolitike shkon deri aty sa të gjykohet në këtë formë, që mundet Shqipëria në këtë gjendje që është të mund të jetë bilancier në lojën e madhe, skakierën e madhe të
të lojës. Kam përshtypjen janë më tepër pasionet momentit për të bërë interesant, për të thënë një gjë, për t'i hedhur publikut dhe opinionit në Shqipëri dhe medjave një diçka për t'u marrë, për t'u por nuk besoj se janë... Vetëm kaq, nuk ka një strategji nga mbrapa. Jo, absolutisht, jo. Çani. Nuk ka biseda politike. Po, Ledi, do bëjmë xhiro Bëjmë xhiro nga Kina në Itali. Po, bravo, ikim pak në Itali, e lëm pra Kinën në një sekond, po do kthehemi prapë me ambasadori për një pyetje të fundit. Ikim pak në Dorelan. Shikoni ç'bëhet Dorelan, miqtë e mi, për të gjithë ju që keni probleme me shpinën, me qafën, me mesin, me keni dhimbjet përpara. Ky është momenti që të shkoni dhe urgjent të ndryshoni dyshek. Dorelani sigurisht gjeni gjithçka të ka bëjë me gjumin, por unë them dysheku se dysheku është zemra. E do thoni janë, po pse? Ja jo them unë se pse. Para njerë, Dorelani është një super brand italian, dhe ju e dini që italianët janë mjeshtrat përpara në prodhimin e këtyre detajeve. Mjeshtra. More dhe nga Kina, po të vinë nuk ka rëndësi fare. Nuk e arrin dot punimet e italianit. Edhe kujdes, 50% ullje, tani do të shkojnë e Dorelani. Është investimi më i rëndësishëm për shëndetin tuaj mbi të gjitha. Po dysheku, po, se ju e neglizhoni gjumin her pas here. Kujdes, Dorelani ju mirëpret edhe madje, në qoftë se jeni skeptik, mund ta mini dyshekun, e mbani një muaj e provoni, possibil qeu, vini ja u marrin prapë ja u kthejnë bashkë me lekët, e pa parë pa dëgjuar. 10 vjet garanci, dyshekje nga të gjitha llojet. Gjithçka. E keni ose si gjithmonë që jeni mësuar tradit përballë kompleks delior që duhet Kavajës, ose në autostradë te qendra tregtare Prestige Home, kilometri 12, Tiranë-Durrës, ose te -1 te Tegu. Dormire bene, vivere meglio, thot Dorelani. Flesh mirë, ti jetosh më mirë. Bravo Dorelan, papar Dorelan. Per, ambasador, dhe pyetja e fundit që kisha sot ambasador, para se ta mbyllim, ishte kjo. A mendoni që kemi kaluar momentin kur dikur në Shqipëri po flas, sidomos sepse jashtë ka një tjetër, se thuash, qasje. Në Shqipëri ju e dini, edhe shqiptarët në të gjitha shtresat, sa herë që binte fjala për Kinën, kishin një buzëqeshje, madje një lloj qeshje me një lloj ironie, me një lloj talljeje, një lloj përbuzje, do të thënë si njerëz të dorës tretë, të botës tretë, të botës katërt, e kupton? Tani, a ka ndryshuar kjo gjë sipas jush, ju që keni jetuar atë kohë, keni jetuar dhe këtë kohë, keni jetuar të treja kohët, a ka jetuar, pra, a ka ndryshuar, dhe jo vetëm, nuk flas vetëm për njerëzit lartë, që udhëheqin, flas edhe për njerëzit poshtë, për popullin e thjeshtë, për njerëzit që ndjekin lajmet, që a ka ndryshuar qasja ndaj Kinës, pra Kina tashmë është bërë, a ka hyrë më shumë në Shqipëri dhe a konsiderohet si një vend me të cilin për sa gjëra edhe s'mund të jetosh dot? Apo ju thoni që prap kanë atë paragjykimin kinezërira. Ke parasysh kur përdorin fjalën kinezërira që ata kanë drejt të ofendohen? Ata ambasadët për dëgjojnë. Ajo termi kinezëri i këshilloj shqiptarët që mos e përdorin. Të bëjnë shumë kujdes. Po pra. Sepse është fyerje për një qytetërim. Është çmenduri në fakt kur e mendon. Edhe me lehtësinë me cilin e bëjnë. Përshtypja ime është që ka një njohje të arritjeve të Kinës, pra një pranim të një zhvillimi kolosal. Po pra. Po ndërkohë vazhdon ai perceptimi me një lloj nëmlepsimi. Ka një nëmlepsimi, apo më thoni ju? Të më thënë, pavarësisht që kinezët po prodhojnë nga avionët dhe radarët dhe raketat më të sofistikuara. Pavarësisht se janë sulfuçi bërthamore. Do të thënë dhe kjo. Më kujtohet që në kohën e Covidit, për shembull, Barceleta e parë që qarkulloi ishte ama se virus kinezës. Bravo, po e mbaj mend po. Si punë e madhe. Kinezësh. Nuk është më shumë se 3 muaj. Po. Humori shumë i bukur, por shfaq një lloj nëmlepsimi në vetvete dhe kam përshtypjen që kjo vjen nga që ne në Shqipëri konsumojmë kryesisht mënyrë perëndimore të shikuarit gjërave. Pra, mediat në Shqipëri nuk bëjnë gjë tjetër përveç se përkthejnë buletinet e lajmeve që vinë nga perëndimi. Se ka në një këndvështrim shqiptar në lajme.
Dhe perëndimi vazhdon të jetë në atë fluckën e vetë të vendosjes së civilizimit perëndimor në qendër të vëmendjes, duke parë civilizimet e tjera me në vlefcim. Ambasador, ju që e njihni mirë dhe keni jetuar atje edhe keni punuar. Ose Ridon, futu mes, lutem, please. Ambasador, a janë të vërteta legjendat që janë hapur që kinezët janë, të thuash, janë mjeshtër aq të mirë të gatimit, janë kuzhinjer aq të papar me ushqimin që bëjnë, sa që ka rritur ta bëjnë me një shije të papar dhe mishin e njeriut? Nuk besoj. Janë legjenda urbane? Se thonë për shembull që e kanë traditë që nga koha e mbretërive, e perandorive të tyre të vjetra, që ata për shembull her pas here kur të dënuarit që kishin, në fund fare para se ti vrisnin, i vinin tavolinë në mes, kur ftonin miq, po kjo bëhet në vende shumë kështu speciale, dhe hanin trurin. Është e vërtet kjo gjë? Dhe pyetja ime është, a do vi një ditë që ne do na han ata, ambasador, kjo është pyetja. Nuk besoj, po... Do na han gjallë është ideja. Nuk besoj. Kjo që sa po treguat është... Hiperbol, sigurisht. është pjesë e... është një lloj paralajmërimi, për këdo që lajmet që dëgjon duhet t'i filtroj goxha mirë, sepse bashkë me sinjalin ka dhe zhurmë ma shumë. Pra, le ta themi, ambasador, jo sepse ne nuk i njohim që ata janë të frikshëm. Ata janë njerëz normal, thjesht kanë një pamje tjetër, kanë një gjuhë lukure tjetër, kanë një gjuhë shumë interesante, që është shumë larg nga qytetërimi jonë perëndimor, po të doni edhe më gjerë se kaq, por që ka ardhur momenti që duhet respektuar shumë apo jo. Bile duhet edhe t'ju kemi edhe frikën her pas here. A mund ta themi këtë gjë? Respekt po, frikë jo, thoni. Frikë nuk besoj, po respekt po. Domethënë që shqiptarët kanë shumë nevojë të dalin nga të qenit perëndimor në kuptimin e meqense se jemi shok me amerikanët edhe me europianët, jemi edhe ne të fortë, domethënë nuk është fare kështu. Ne kemi identitetin tonë dhe kur ti puna që jemi në vështirësi nuk ka për të na ndihmë as amerikanët as europianët. Kina mund na ndihmojë po të jemi në vështirësinë e ambasador? Nuk besoj. Jo. Nuk besoj sepse nuk është në filozofinë e tyre. Ata më shumë shok se sa kanë Iranin që i furnizon me naftë dhe nuk ka ku të shkojë, por kur vjen puna nuk lëvizin gishtin për t'i mbrojtur sepse nuk është në filozofinë e tyre, nuk duan ngatrohen me çështjet e tjera. Duan ngatrohen me njëri. Nuk duan ngatrohen me njëri. Po duan. Pyetja është deri kur nuk do duan, për ta mbyllur emisionin. Deri kur? Po thuaj se kur do nxjerrë një fytyrë e vërtetë o ambasador? Filozofia kur do nxjerrë një këtretrat. Filozofia aziatike është që ti fiton më shumë duke përqafuar armikun se sa duke e vrarë. Janë duke e bërë. Edhe kjo është filozofia me cilën i qasen natyrisht që ata peshkatarët Filipinas vuajnë atje në detin e Kinës Jugore nga luftanijet kineze, nuk kanë të njëjtin mendim që po them unë tash. Pikërisht. Se natyrisht gjithmonë ka një shembull anekdotik që mund ta hedhë poshtë një teori të tërë. Por në të tërën shikojmë se si veprojnë kinezët në ngjarjet e mëdha, nuk janë për të ndërhyrë. Kushdo mund të më thotë fare mirë që në 1979 fare mirë dërguan 200-300.000 ushtarë në Vietnamin e Veriut, se Vietnami sulmoi Kambodgjan. Kështu që gjithmonë ka një shembull që mund të trazojë një teori të tërë. Unë mendoj që qasja kineze është gjithmonë integruese më shumë se sa agresive. Dhe po duket në Afrikë, po duket në shumë zona të botës. Po, ata nuk interesohen shumë për të ndikuar në politikat lokale, se kush udhëheq një vend, po më shumë se sa për të fituar bashkarisht me vendet që bashkëpunojnë. Kënaqja shumë sot. Ambasador, të falenderoj jashtëmase. I kushtuam emisionit të sotëm pikërisht një fabul të plot për Kinën. Kina, zonja zotrinj, siç e thanë dhe me ambasadorin, për Shqipërinë, çka qenë, ç'është dhe ç'do të jetë. Falenderoj shumë ambasador Bimo. Faleminderit juaj, kënaqësi. Bashkë takohemi të premten deri atëherë, po ju lë me mikun tuaj, pa cilin ju tashmë sjetoni dot, se ai është më aktual se kur dhe ju kujton se në cilin